Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur nismën e qeverisë të quajtur paketa e maleve, duke e cilësuar atë si një politikë që synon t'u jap zgjidhje mira banorëve të zonave malore, të cilët prej vitesh nuk arrin të regjistrojnë pronat e trashëguara dhe përpasoj nuk mund t'i zhvillojnë ato ekonomikisht. Duke mos e pas pranuar 7501, nuk e regjistrojnë dot tokën. Duke mos e regjistruar dot tokën, mund të ushtrojnë aktivitete në atë tokë, por nuk mund të kenë asnjë lloj të drejte nga të drejtat që jepen me ligj për ta zhvilluar tokën. Nuk kanë akses në financim, sepse nuk mund të marrin dot një kredi në bank, nuk mund të marrin dot një mbështetje nga institucionet publike, me grante, me subvencione, sepse nuk janë pronar me një titull pronësie. Pra, në letra nuk ekzistojnë. Në realitet janë atje. Kryeministri tha se paketa synon formalizimin e këtyre pronave dhe krijimin e mundësive për investime në bujtinë e agroturizëm dhe aktivitete të tjera ekonomike. Me këtë paket, secili që do të zhvilloj pronën e tij, pronën e trashëguar të tij. Pra këtu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Se dhe kjo shitjes është një histori në vete, por nuk është për këtë shitje në kjo bisedë. Këtu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Okay? Numri 1 i qeverisë holli poshtë kritikat e opozitës dhe kundërshtarëve të paketës, duke deklaruar se anullimi i saj do të linte mijëra familje në të njëjtën situatë pa qartësie ligjore. Sipas tij, paketa maleve do të jetë histori suksesi për ta kthyer Shqipërinë në Zvicrën e vogël. Çfarë do të thënë të anullohet paketa e maleve? Do të thënë, shkurt dhe thjesht, që të gjithë këta njerëz, e gjithë kjo kategori njerëzish të mbeten në limbo, të mbeten pezull. Pse? Sepse disave që thash malet i shohin nga qyteti, se unë nuk kam parë në një komunitet nga këta që preken për shkak se nuk e kanë këtë paket, që çohet dhe thot kjo paketa po vjen, po na merr tokat, po na merr pronat, po na zhvesh nga dheu, etj. Nuk janë ata që thonë këtë, ata mezi e presin. Dhe kjo është rezultati shumë bisedave, i shumë përpjekjeve. Nuk është diçka që lindi sa hapen mbyll syt. Ndërkohë që shitet në tregun e fjalëve si një tjetër akt tradhtie. Akt tradhtie nga unë. Unë tradhtar. Well, një temë tjetër kjo. Kështu që se shoh dhe komentet tu, është habi e madhe, thot një blerta këtu, një vend i kaq i mrekullueshëm, tham po na ban një Zvicër të vogël, flitet për paketa si lodër. E pra, blerta, Zvicrën e vogël e ndihmon dhe kjo paketë. Nuk la pa komente protesta që vijojnë prej mbi 50 ditësh në Shqipëri. Tashmë kjo e fundit sipas Ramës është marrë peng nga Korba e Sorra, që e kanë kthyer një shëmbulltyrë simetrike me jashtënxjerrjen e opozitës. Rama tha se pas pak ditësh do t'u informoj për reflektimet pas protestës së flamingove. Ai bulevard është shumë qartësisht i ndarë, për mua të paktën, sepse është i ndarë për historinë. Historia e flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrave dhe korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbulltyrë simetrike me jashtënxjerrjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmës së Shqipërisë. Është vetëm e shkuara që vjen në forma shumë të rrezikshme dhe shumë të shqetësuese po të shohim historinë.
ekstremet. Ekstremet e majta dhe djathta që vinë për të sjell më të keqen për një vend. Përmes sharlatanësh, përmes delirantësh, përmes ignorantësh dhe përmes dështak zëmrakësh të pangushtueshëm. Janë dy histori të ndarë. Gjatë komunikimit online, kryeministri promovoi edhe programin Dy Fishosi për marrjen tënde,